Për mua është shumë e rëndësishme me marrë këtë diplomën, se normalisht të ardhmen unë du me nejtë në futboll, du të vazhdoj si trajner, edhe gjithë të eksperjenca që kam marrë këtë herë në këtë kursin janë shumë të rëndësishme për të ardhmen. Kam mësuar shumë, me thonë të drejtën, kam mësuar shumë edhe ishte edhe një eksperiencë e madhe me dëgjuar menimin nga edhe ato që bonën kursin, njerëz të tjerët, edhe nuk ke asnjëherë gjëra si lojtar që ke mësuar që nuk mund t'i mësosh më vonë gjërat e reja si trajner. Edhe prandaj ishte një aspekt shumë i rëndësishëm për mua. Me thonë të drejtën, kam shumë objektive, nuk do më i thonë tash të gjitha, po unë jam një njeri që po filloj diçka, du me përfundu mirë, du me qitë maksimumin, si ka qenë edhe si lojtar, edhe prandaj do jap maksimumin për të arrisë sa më shumë si trajner. Atëherë përshëndetje, do ta nis me falënderime. Falënderimet e mia shkojnë për Federatën Shqiptare e Futbollit për këtë kurs UEFA. Pastaj një falënderim tjetër kam dhe për stafin që na rriti më shumë dijet. Dhe falënderim nga i parët e i fundit për gjithë kolegët që ishin pranishëm në këtë kurs. Sigurisht na vlen shumë për të ardhmen, se është një profesion që duhet do shumë përkushtim, do përvërsi, edhe do na shërbej shumë ky kurs e ky licencim në të ardhmen. Atëherë ndryshon shumë kur je sportist dhe kur je trajner, sepse ne gjithë e dimë që kur je sportisti do mendosh vetëm për veten tënde, ndërsa kur je trajner do mendosh për gjithë. Është shumë herë më e vështirë të jesh trajner se sa sportist. Aktualisht vi nga një eksperiencë si asistente Tirana, asistente të Laçi dhe trajneri U15 e Tirana Academy. Do duhet të falenderoj edhe klubin tim sepse më ka rritur shumë profesionalisht. Dhe e shoh veten si çdo trajner me ëndra shumë të mëdha, por duhet që me përgjegjësi më të madhe, duhet të rrisim dijet, duhet të rrisim pasionin, që të shkojmë aty ku çdo njeri ka ëndrat e tij më të mëdha. Unë jam Edmira Palaj, jam tek ekipi FC Kino Studios. Synimet e mia janë që të arrij sa më lart, sepse dhe qëllimi i UEFA-s A është ky. Morëm shumë njohuri, profesorët ishin shumë të mirë dhe shumë të aftë normal, me dije që ata na dhanë. Dhe i falenderoj Federatën dhe gjithë që na dhanë këtë mundësi, që të marrim UEFA-n A. E vlerësoj shumë sepse ata në moshën time më të re kanë qenë idhulli im dhe janë një shembull për të ndjekur.